Një zë ka fuqi të ndryshojë gjithçka. Një zë mund të bëhet jehon për te i kufive. Kjo është një zë Uaneko, një platformë që zgjon histori reale, rrëfimet e guximit dhe modelet e suksesit. Një vend ku flasim hapur për sfida sociale, shëndetësore, civile dhe ekonomike. Këtu çdo histori është dritë, çdo fjalë është motivim dhe çdo zë meriton të dëgjohet. Një zë Uaneko është më shumë se një hapësirë, është një komunitet ku së bashku krijojmë jehonën e ndryshimit. Bashkohu me ne, sepse zëri yt ka fuqi dhe bashk zërat tanë bëhen jehon. Mirë se keni ardhur. Sonte kemi një grua speciale, një zonjë me vlera fizike. Ajo është Daniela Lera. Ajo nuk vjen sot për të na treguar histori të bukura për të u trokitur, vjen për të ndarë të vërteta që kanë kaluar përmes bindjes, përpjekjes dhe qëndrueshmërisë. Fjala e saj nuk lind nga teoria, por nga jeta. Nga momentet kur heshtja ka pushuar më shumë se çdo zhurmë dhe zgjedhja për të mos u dorëzuar ka qenë akt dashurie dhe guxim njëkohësisht. Forca e Danielës, më falni se duhet ta lexoj për shkaqe të mia shëndetësore, është ajo njerëzore. Ndërtohet mbi dashurinë për njeriu, mbi aftësinë për të parë dhimbjen dhe për ta kthyer atë në kujdes, përgjegjësi dhe shërbim. Me profesionalizëm, etik dhe përkushtim, ajo ka ditur të shndërrojë përvojën personale në kompetencë që mbështet të tjerët. Daniela beson se njeriu nuk matet nga sa herë bie, por nga mënyra si ngrihet dhe nga dora që zgjedh të shtrijë. Për të suksesi pa njerëzi është poshtë, dija pa ndërgjegje është e mangët, dhe ndryshimi nisi nga perfeksioni. Por nga vendimi për të mos u kthyer shpinën. Sot ajo nuk fton vetëm të dëgjojmë, nuk rafton vetëm të dëgjojmë, rafton të ndjejmë, të reflektojmë dhe të bëhemi një zë dhe të dëgjohemi të gjithë së bashku. Ju ftoj të dëgjoni me zemër, jo vetëm me vesh, një histori të një zonje fisnike. Urdhro Daniela. Mirë se të gjitha. Faleminderit që keni ndarë pak nga koha juaj për ta dëgjuar në të bashkë bisedim një person shumë të shtrenjtë për mua. Komplimente. Ti më befason për erë, e ti që do më thua gjë se ti këtu për ty, por unë do të them që fjalët e tua që janë kaq guximshme dhe dalin për erë nga shpirti. Këto vitet e fundit kanë qenë mësim të këshilla të dyra për mua. Faleminderit që e kjo që jam, faleminderit që ekziston. Dhe faleminderit Zotit që na bashkon me njerëz të mirë në përditshmëri. Një zë Uaneko për treguar të vërtetën. Dhe unë sot do të tregoj të vërtetën. Ai sa mund. Faleminderit nga zemra. Faleminderit nga zemra që gjithmonë krahasosht. Jam e ftuara. Moderatorët do kam të. E di vetë se dëshiroj të bëj gazetari, që unë jam e hapur me çdo pyetje. Nëse edhe nëse dikush këtu do të jemi, kjo sepse do të bashkohet më vonë. Më thua nga këtë dëshirë të nisë dhe unë për nga do të vazhdoj. Që nisi nga fillimi, Daniela vajzë. Një pjesë e të ftuarve këtu më njohin, një pjesë tjetër ndoshta më pak. Daniela është një vajzë që gjithmonë ka ëndruar dhe nuk është lodhur asnjëherë së ëndruar. Në rrugtimin tim disa ëndra janë zhdukur, kanë humbur, disa të tjera kanë triumfuar për të bërë kështu Daniela në versionin që është sot. Nuk pretendoj të jem versioni më i mirë, sepse ne vazhdimisht duhet të punojmë me veten. Por nuk është se kam bërë ndonjë ndryshim galopant dhe gjitha ndërhita. Ajo çfarë nuk kam mundur ka qenë mundësia, ndoshta një element që ato që më njohin ma vjen gjithmonë ndukja, të qenë të duruar, dhe unë mendoj që durimtarët kanë institutuarit, dhe nuk është ashtu edhe para votit, dhe luma ai që duroj, sepse gjithmonë dalin sipërfaqe. Por në të njëjtën kohë
Ajo vajza që ka qenë me libra, që ka pasur atë dëshirën për të studiuar, kjo më çoi edhe në gazetarisë, për kam filluar fakultetin e gazetarisë të parë në Shqipëri dhe të dytin në Universitetin Internacional të Mishit në gjuhën serbe. Njeriu kur ikën me qëllime të tjera dhe krejt papritur, jeta të ndryshon në 360 gradë, është realisht shumë e vështirë. Por ja që ne shqiptarët e kemi këtë, po forcin për t'i arritur gjëra, do unë rendita me kolegët e mia serbe atje. Dhe kam bërë një punë të jashtëzakonshme për shqiptarët në vendimit për shembull të Kosovës. Unë e di që ju e keni tentuar dhe në fjalën tuaj në emisionet, pretesat, dhe keni rrezikuar. Shpër që e di me sa detaje, kam rrezikuar shumë. Jo vetëm për çështje që i përkisnin shqiptarëve, por edhe vetare. Sepse duke qenë një shtet i mirë ortodoks, kishte një, në rastin se mundem ta them këtu, kishte një aksion shumë të caktuar për mësimet islame, ose për festat, për shembull ishte Bajrami, ose ishin festa të shënuara. Unë duke qenë se jam një fëmijë që jam rritur dhe me traditën muslimane, sepse nga ana e mamaj ka musliman, dhe gjyshja ime ka qenë një nga ato zonja që faleshin dhe agjëronin, ashtu edhe mamaja ime. Babai ortodoks, unë gjithmonë kam qenë kështu gjysmë. Një mama eriore, librane, Voloborda se më saktë, babai në Rumun, nga Voskopoja, dhe të dy në besime të ndryshëm, jam ikur me ato dëshirën për t'i përqasur të gjitha gjërat. Them kjo ka ndikuar shumë mirë edhe në familjen time. Ti pranoj gjërat ashtu sikur se janë, ti dua njerëzit ashtu sikur se janë, s'furi ka falë Zoti. Dhe atëherë ishte çështja që kishte kresa dhe kaloni pa u vënë. Dhe unë që pyes, ka një këshill domethënë për besimtarët musliman. Më thonë po, është filani, nuk do të përmend absolutisht emra. Mbaj mend që jam çortuar dhe jam kritikuar shumë për atë gjë, jam thënë në zyrë, për shkak të gjërat, sepse doja që zëri i një hoxhe të një fill që të shpjegonte për Islamin, rëndësinë e natës së Kadrit, apo dhe shumë elementë tjerë të besimit islam të dëgjoheshin dhe kjo ishte shumë e rëndësishme për mua. Pastaj si vijoni jeta? Si vijoi jeta? Gjatë gjithë kohës jam përpjekur shiko, nisë gjithmonë me atë mendimin që je vajza e librave, dhe shikon gjërat e bukur. Me i bën një premtim vetes. Vjen diçka mund të ndodhë në këtë jetë, por diçka nuk do ta lejosh. Të prishësh shpirtin tonë, zemrën tonë. Edhe për të ligur më të madh. Edhe për atë që vjen me tendencë për të transformuar dhe për të shtollur. Gjithashtu, diçka besoj unë pas gjithëre viteve në janar unë 41 vjeç. Dhe jam në 2 fëmijëve. Nuk shfarë, kompliment. Faleminderit. Unë besoj që të gjitha vitet arrin të ndryshojnë në një lloj forme, por luma ime që duroi dhe uroj të përcjellësh. Sigurisht nuk ka qenë gjëra të lehta, dhe në rastin se kam parë atë dinjelën në ekran, ose atë dinjelën në modelim, ato kusante të bukura, ato flokët e rregulluara, ose me dinjelën që më kishte për promovimin e librash në emisionin kulturore, apo edhe më tej, sepse karriera ime është shumë e gjatë. Por janë dhe të tjera gjëra që fshihen pas asaj, është ai strakacimi, që ti duhet të çosh në mëngjes, je nën në fund të ditës, duhet të bësh gjërat më mirë edhe vetë. Jeta vazhdoi që pas shumë udhëtimeve në Europë, shumë projekteve të punës, më ktheva në Shqipëri, dhe në gjithë të rrugtimin tim, gjëja më e bukur që unë kam pasur mundësinë të shijoj është lidhja e vajzës time Leneas, që kam të ulur atje përballë. Unë sot do doja sinqerisht të ishim më shumë persona që të dëgjonin edhe një mesazh shumë të thjeshtë dhe nga zemra të mundësisë. Dhe në gjithë karrierën time do e quaja si punën më të bukur atë të nënës, ato të pasurit të fëmijë, se unë që kam vajzën time dhe tani pas 13 vitesh dhe djalin tim Bjorn. Po, në raport me nënën, me babaj, familje, me vllai, si ka qenë marrëdhëniet tuaja? Shumë të ngrohta. Por në familjen shqiptare gjithmonë kemi dikush është më temperament, dikush është më tendencë. Ka mbështetur më shumë në rutimin tonë? Të thënga pak, por në mënyra të ndryshme. Babi, duke qenë se është dhe ish ushtarak,
ka qenë gjithmonë tek shkolla. Asnjëherë s'e kursej lekët fonte për vajzën që të shkollohet. Kur bëja ndonjë gjë të zgjuar ishte lekë, fonte gjithmonë i kanë gjerë babait. Ose kur bëja ndonjë gjë gabim, pastaj gjithmonë vjen nga mami. Të them mamas time. Më shumë. Mamas time që edhe tani që ne flasim bashkë, do të kem bërë të mirë. Në shtëpi. Dhe po të them atje, duke thënë që mami faleminderit për gjithçka. Mamaja ime është një grua e jashtëzakonshme. Është një grua me shumë vlera. Sigurisht të them vllajt tim, por jeta na jep sprova të ndryshme. Dhe prindërit e mi është dashur të përkujdesen për mua, për vllajin, në situata deri diku të vështira për të dy. Unë me një shqetësim tim të dikushëm që sot i kam kaluar në paqe, në fakt duhet kaluar në paqe, dhe i u dha për sprova të vendosura mund të tij nga Zoti. Kështu që prindërit e mi kanë tentuar gjithmonë të jenë mbështetje, të jenë një kraj fort, të jenë gjithmonë aty me këshilla, me mirë dhe me kritika. Jam prindër të butë, jam prindër të dashur. Mami është ajo që gjithmonë më ka marrë afër, më ka folur, më ka këshilluar. Dhe ndoshta suksesi i mëmësisë së saj ka qëndruar në faktin që më ka dhënë besim. Më ka dhënë besim. Dinje ti Adel, nuk ka gjë që ti më ka dhënë. Besim sa i rëndësishëm është sot besimi që prindri i jep fëmijës. Ndoshta kjo më ka bërë të ndjenjën që jam sot. Që dikush ka pasur vërtet besim tek unë. Dhe të kundërtën do më ishte krijuar një ndjenjë pa sigurie, pa besim edhe tek vetja për të ndaj gjërave. Jo se nuk kam momente të tilla. Ka gjë gjithë kohës. Edhe sot që flas. Ka momente pa sigurie. Ka momente që ti ke frikë për gjërat. Ka momente që ti i mendojnë gjërat dy herë. A do kem sukses? A do të shtoj? Sepse i kemi njohur dhe humbja. Sepse kemi qenë më në fund dhe jemi ngritur prapë. Që gjithë kohës jam ndjekur të qëndroj njëri. Kjo është më e rëndësishmja, sepse ti mundesh të marrësh një mikrofon, të dalësh, të flasësh dhe të pëlqesh nga shumë njerëz, por në fund të ditës sa njeri je. Çfarë pëlqesh? Sot shikojmë që pëlqejnë edhe për fjalën, për paraqitje jo dinjitoze. Bën show. Jam shumë tek realiteti, nuk e dua të show. Në rastin se unë nuk jam më, në rastin se unë sot jam kjo dinjej dhe ndryshoj totalisht në emër të së bukurës, po çfarë është bukuria? Bukuria është dhe të thinjat që unë kam te koka, që jam totalisht për shumë thinjat e mia. Janë gjëra që unë i kam bukurisë, se mua më pëlqen që të dukem bukur, por gjithçka me karakter kam. Nuk të doja ta shtrëngoja veten, asgjë kundër sigurisht vajzave që kanë dëshirë të eksperimentojnë dhe bëjnë, po them sa mall kemi të shohim sot një vajzë që është ujë dhe sapun i themi ne. Sepse jam bërë pothuajse të gjitha njësoj, do të thënë jetojmë në një kohë që sa më shumë të ekspozosh, aq më shumë merr klikime. Jetojmë në kohën më të vështirë të mundshme. Më beso. Jetojmë në kohën më të vështirë. Sot neve na shërbejnë programe skandaloze. Sot ne nuk shikojmë në ekran. Dhe gjithçka bëjmë vetëm me një klik. Është program keq. Nuk dua që fëmijët të ndjekin ato shembuj. Nuk dua që fëmijët e askujt të ndjekin ato shembuj. Por ju jam të besoj që do merrte më shumë dije nga një libër, do të kemi bukur me një këmishë të këndshme, me një bluzë të veshur, me një t-shirt pa ekspozuar shumë, ashtu me pak vrim, por është e kundërta. Unë shikoj vajza që janë 18 vjeç që praktikisht janë më të lyera se unë dhe shumë më të ekspozuara se sa unë. Dhe ti nuk e lëshon dot këtë, sepse duket sikur të gjithë janë të përfshirë, të gjithë kanë hyrë atë grupin e tyre. Në rastin se ti je kundër atyre, ti do mbytesh, do gjykohesh me ato. Ke tendencën të jesh ti më i gjykuari, sepse ato nuk të lejon ti gjykosh, ato janë të mira, të drejtë, është moderne, është e bukur. Çfarë është modernizmi? Do dukem pak fanatike këtu. Unë i shoh. Vlerat nuk janë fanatizëm, e vërtet. Por unë them që ne flasim me gjithçka. Ne flasim edhe me veshjen tonë. Ne flasim edhe me gjesturat tona. Ne flasim edhe me sy. Nuk flasim fare bukur me sy. Flasim me mënyrën se si i paraqesim që të tregojmë gjërat. Unë jam kjo Daniela që duket se ka mbetur në ato 35 që ka lindur dhe më
pëlqen të bëj gjërat jo për të kënaqur të tjerët. Unë dua të bëj gjërat sepse më kënaqin mua. Unë dua që nesër të jem një nënë e denjë, të meritoj të jem një grua që plotësoj disa nga aspiratat dhe dëshirat e mia. Dua të jem një bashkëshorte e mirë, sepse familja është gjithçka, është pasuria më e madhe. Vërtet se sot e kemi familjen në rrezik. Patjetër që një rrezik që potencion vlerat identitetin personal në të familjes janë potencial për model dhe për të ndjekur dhe për të dëgjuar, dhe për ta ngritur zërin. Tashmë ti po jeton e pa e tërhequr nga media, për shkak se ke djalin e vogël. Si ndjesh? Të përfen. Është të jemi sinqert. Ndonjëherë më ndodh të ndjem bosh, të ndjem shumë bosh, më normali më mungon. Po njëherë është një ndjesi e çuditshme gjitha. Ndjerë sigur si pa, si në të vitë, kalon e opa që kohë me një bebe të vogël, Bjorni ka ardhur në jetë 13 vjetë pas Leneas. Dhe të vendimet që më presin një kohë Lenea, shumë shkur doa të kthehem, edhe ka qenë është kalon për një shqile. Dhe sot ne kemi një familje të bukur, 4 anëtarëshe, se cili është me mbiemër ndryshe, unë kam mbiemrin tim, Lenea kam mbiemrin e vetë, Erioni dhe Bjorni kam mbiemrin e tyre, po jemi në një certifikat familjar dhe është ndryshme, po e mbush me shumë dashuri. Dhe është e vërtet. Jam zhvendosur momentalisht, jam zhvendosur në Vlorë, në një qytet që të ofron qetësi, nuk them. Kjo është një zgjidhje ime dhe bashkëshortit tim, dhe sigurisht do të dalim të them disa fjalë dhe për të, sepse burra si bashkëshorti im jam vërtet shumë krau. Dhe unë dua sinqerisht të i të tregoj mirënjohjen që kam te ti. Nuk po them sakrificë, sepse kur dy njerëz dashurojnë nuk ka sakrificë dhe gjërat e tjera janë vetëm të varfra për të përmendur. Në emër të dashurisë thuhet që bëhet sakrifica. Por unë them jo, janë thjesht pranime që ti ta duash tjetrin ashtu si të sa është. Kjo është dashuria. Si njerëzit e kanë ato tendencë që se bëj sakrificë. Ai për këtë apo kjo për këtë. Jo, ti thjesht e pranon tjetrin ashtu sikur sa është, a nuk supozohet që dashuria është e tillë? A nuk supozohet që ti ta duash dikon me të mirë dhe të keq? Në këtë lloj kundërshtimi, Erioni erdhi si dhurat nga Zoti. Në një moment kur unë absolutisht nuk mendoja se do ndodhte një ndryshim në jetën time. Unë vazhdoja të punoja, kisha ato ritmin tim, kisha ato daljet e mia televizive, mendoja të redaktoja sa më shumë libra, vazhdoja me vajzën dhe një ditë paraqitej dikush që ishte dashuruar me imazhin tim nga ekrani. Dhe që e kishte një deve, një mendim që shikon se do bëhesh gruaja ime një ditë. Dhe ai erdhi ashtu si dhurat nga Zoti. Jemi atje. Erioni është agronom, i pëlqen toka. Është ai djali që zgjohet shumë herët në mëngjes, dhe më çfarë bën më që zgjohesh kaq herët në mëngjes, sepse gjumi i mëngjesit është shumë i shishëm. Por ai që gjithmonë herët për të punuar, është ai djali që do shumë punën. Është ai djali i qetë që të dëgjon gjithmonë, që nuk ka tendencë asnjëherë të thuhet ty të dukesh një fal apo absolutisht. Gjithmonë ka një, po ja ta flasim, ja ta shikojmë edhe këtë. Hajde ta diskutojmë edhe këtë. Ka shumë dashuri për Lenean. Do shumë. Lenean dy me kohë këtë ndeshur në mënyrë reciproke. Dhe prapë të them që gjithçka është perfekte, nuk ka perfeksion gjitha, ka punë. Ti duhet të punosh për çdo lloj marrëdhënie, duhet të punosh me fëmijën tënd, duhet të punosh me bashkëshortin, duhet të punosh me njerëzit e tjerë të familjes, sepse jeton me prindërit e Erionit. Kështu që ty të duhet vazhdimisht të japësh vetes forcë, net, duhet të shikosh këndvështrimin që vendon sportivar, njerëzit që patjetër, për të arritur për të suportuar edhe gabimin. Patjetër. Shiko, ne themi ndonjëherë që njeriu do të krijojë konflikt me nënën, në kuptimin figurativ të gjës. Por unë them që në rastin se ti arrin të vendosesh në mendimet e tjerë, apo thon, po shikon ndoshta ai ishte kështu, po vendosem në pozicionin e atij. Do ishte më pak e vështirë të gjykoje. Duhet të provojmë, duhet të shohim nga të gjitha anët.
Daniela si vajzë më the, Daniela si Daniela dikur. Unë jam edhe nëmë. Unë them që disa gjëra janë të trashëguara, ndoshta edhe ndjenja, ndjesia, mënyra se si të rrisim. Në momentin e parë që unë kam të fortë nga nëna ime dhe ambivu që nuk janë ndaj gjërave në krye, unë kam tentuar që ato mësime të çoj tek vajza ime tek Lenea. Sepse ndryshe ndoshta nga fëmijët të tjerë që rriten me praninë e të dy prindërve, unë nuk do të ngjyra që Lenea ta mërzisi, sepse unë kam menduar që kam qenë mjaftueshëm gjithmonë për Lenea. Lenea nuk ka kot e vetë këtë moment. Por gjithsesi unë kam parë vetëm time dhe si nëmë të vetme, duke më dhënë shpirtin, duke bërë nga 2 punë nga 3 punë, duke më zënë gjumin ndonjëherë edhe para kompjuterit, duke përkthyer, duke redaktuar, ndonjëherë duke marrë punë të lira gjitha. Punë të lira sepse duheshe gjithçka, kur del nga një divorc, unë nuk e shoh shumë kësaj pjesës, sepse gjërat sigurisht janë ngushtuar, por kur del nga një divorc, flasë për femrën shqiptare në përgjithësi, gjëja e parë që mendon është ekonomia, tani çfarë do bëj, si do ja dalë vetëm. Sepse familja shqiptare është gjithmonë domethënë shqetësim kryesor e ka ekonominë. Është grupi lekut duke thënë për fjalën e ditës. Dhe për atë periudhë Lenea ishte ende si që nisur klasën e parë. Lenea tani mbaroi si mesin e parë dhe klasës së 8. Dhe unë di që Lenea ne kam çuar vetë në klasën e parë dhe prapë që Lenea tani do përfundoj të 8-ën, prapë do shkoj e marr vetë. Por këtë me bashkëshortin tim dhe me vllajën e saj. Jeta ishte thjesht unë dhe Lenea. 2 vajza të rëndësishme, që përpiqeshin të jetonin bukur, të bëjnë ndonjë udhtim, të viznin, të shkruanin, të ishin gjithmonë aty afër njëra tjetrit. Dhe më besoj që nuk është fare lehtë sot në këtë kohë të rritesh një fëmijë pothuajse vetëm dhe aq më tepër që po që ai fëmijë është një individ i mirë për shoqërinë. Çfarë kënaqësie më jep gjithë? Kënaqësi të jashtëm, po edhe në një bëra si adola. Çfarë bëra unë? Vërtet si adola. Këtu ka nëna sigurisht, këtu ka vajza të reja, këtu është në një mbi. Ne nuk duhet kemi turp nga mënyra se si ne i ndjejmë apo i perceptojmë gjërat. Turp është të mos flasësh dhe të mos pranosh të shërohesh. Më pyet si adole. Ndonjëherë Zoti të bekon me fëmijë që arrin ta kuptojnë ndjenjat e nënës. Arrin ta kuptojnë kur ajo nuk flen atë, kur do të shkaqë gjithë natës. E vërtet në mëngjes, nuk ka as të lyre ndoshta, por thjesht që është dhe Lenea hajde, ku do shkojmë tani. E di shumë mirë për të kam fjalën. Lenea ka përjetuar një problem kimi shëndetësor, kur erës edhe më lidhur te kokën me një shami. Ajo mendonte që duke mbyllur kokën me flokët, me fonte oma, sa e bukur dukesh me shamin e filmen. Mendonte që do mbulonte flokët e mia që dukeshin dhe ralla të kund. Atë u dëshuar për një smundje të keqe, por që nuk ishte. Unë jam shumë krenare që nuk isha dhe jam shumë e lumtur që shpëtova në atë periudhë sepse shqetësimi i vetëm nuk ishte unë si Daniel, ishte Lenea si fëmijë. Dhe falenderoj Zotin, e falenderoj shumë dhe sa herë që kam muaj të posaçëm apo dëgjoj histori të grave që kanë kaluar diçka të tillë, jam timase ndjeshme. Sepse femra duhet ta suportojë femrën. Rëndon edhe këto më veshoj. Sot ne shikojmë brylla, sot ne shikojmë fjalë të këqija, sot ne shikojmë të dalësh në rrugë, sa i dobësuar, sa keq dukesh, sa i shumë ndoshur. Këtë njëra po të për gabim, po kjo nuk duhet shumë, po kjo. Çfarë të kushton ti fjalë mirë? Një fjalë mirë. Që di një do ja dalësh, sa ke kaluar, këto e di se do e harë si kafshata e mollës. Do ja dalësh, do e kalosh. Ndonjëherë ajo çfarë neve na duhet është vetëm një fjalë e mirë. Një fjalë ndonjëherë arrin të ndryshojë gjithë gjendjen tonë emocionale. Gjithë gjendjen tonë emocionale. Arrin të çfarojë nga gjëra që thon të shtova rash tani si do të çohem. Nuk është turp edhe të qash, më kam duar madje ka pasur raste, do të tregoj një histori.
Lenea ka qenë 5 vjeç e gjys dhe vrapoja për të kapur autobusin. Për ato që më shikonin nga ekrani, thonin, çao, dhe njëra do kemë një makinë, do i ketë kushtet, nuk di çfarë kushtesh. Jo, unë kur kisha mundësi të punoja dhe vendosja diçka në shtëpi duke qenë dhe burri i shtëpisë, edhe nënë, unë ajo çfarë bëja ishte merrja linjën e autobusit. Aty kalon tek shtëpia të japë si duhet të harxoj unë lekë për taksi tani, kur ato lekë mua para emrit të shpenzoj me Lenea. Nuk isha luksin të zgjidhja. Në fund të ditës unë isha një nënë që duhet të punoja si burr. Shiko çfarë koncepti, një nënë, një grua që të punoj si burr. Si nuk i themi një grua që të punoj si grua. Sepse dhe gratë punojnë shumë. Sepse ti merr dy pozicione, merr dy role. Pikërisht, dua aq shumë që dua aq shumë që ky zë, ky takim motivues sot të shkojnë në veshjen e atyre grave që janë vetëm me fëmijët e tyre. Duhet ta kuptojnë se sa të bekuar janë që Zoti i ka gëzuar me fëmijë. Pavarësisht rrethanave dhe sprovave, Zoti i sheh dhe dëgjon gjëra që ne nuk i shohim dhe nuk i dëgjojmë. Dhe largon nga jeta jonë, pikërisht ato njerëz që nuk duhet të jenë për nesh. Shikon më shumë, ka përcaktuar të tjera gjëra. Atë ditë vrapoja për të kapur autobusin, dinte shumë shi. Kisha kaluar një natë të mërshme me mendime, se unë jam një njeri që mendoj shumë, të vrasë mendoj shumë, mendoj për gjithçka. Rëdzohem edhe vras pak gjurin. Më kap një qarë për të them, që në rastin se figues do më shikonte në atë moment duke i qarë, do thonte, oj, gjuna, vajza, nuk që ka mirë, përfundimisht, se jemi të parë dhe për të gjykuar. Ne gjykojmë dikon që qanë në rrugë, sepse mund t'i dhëmi shpirti dhe vetëm ai e di si e ka kaluar natën apo si gjendet, edhe nuk qeshim dikon tjetër që me antivlera apo me sjellje të shumtuara duhet të qeshet. Ne kemi më tendencë të gjykojmë atë të dobtin, edhe pse mund jetë më i forti. Ai mund jetë më i forti, sepse është shumë i sprovuari, më është më i dashur për Zotin. Rrezohem dhe një zonjë, nuk thua ti them plagë. Nuk të sepse duhet jem shumë e kujdesshme me fjalët. Një nënë që vendos dorën tek supi dhe më thot, o birë, thot, qohu, thot. Nëse unë dhe këta autobus, thot, do vje autobusit tjetër. Edhe i ku shduk. Edhe herë të autobusit tjetër. Po unë për një moment kam dhe ushim dhe mendova dhe thash, po jetë kështu është një stacion. Ndoshta ky është stacioni më i errët. Por unë jam e sigurt që për të kaloj ky stacioni, të jetë një diell aq i bukur për mua. Dhe nis ta besoja çdo ditë këtë gjë. Me Lenea, jeta ka qenë vetëm se lumturi. Ndonjëherë një njeri mund të kthehet në arsyen se ti punon. Me siguri që unë kisha prindrit që ishin një suport i jashtëzakonshëm, që duhet të falenderoj sepse ato e kanë ndërhitur Lenea. Por në ditën kohë, kujdesi i tyre duhet të ishte në një ndaj, që më shumë se unë kishte nevojë për mua. Ka pasur dhe momente që kam thënë, more, po edhe unë jam fëmija juaj, po unë ku jam unë? Jam drejtuar. Më vonë kam thënë, se e pa logjikshme, do thënë çfarë kam folur, sepse vërtet që Ylla kishte më nevojë se unë. Duke para gjendjen, familjen, gjithë situatat, mora një forcë që nuk e di as vetë nga më erdhi. Me Lenea kam bërë këto, më pyete si ja të dalë. Ja kam dalë duke i dëgjuar Lenean. Ja kam dalë duke i folur Leneas, po pa rënduar më shumë nga që duhej. Duke i thënë, Lenea shiko, unë jam mami, unë jam e fortë. Dhe Lenea gjithmonë kur bënte vizatime, bënte një superhero, një mamá superhero. Sa herë mbyllesh apo sa në dhomë ose, po nuk jam aq e fortë Lenea. Nuk ja thoja asaj, ja thoja vetes. Mami do dorëzohet, mami do rrëzohet, por ndoshta duke u përpjekur në përpjekjen time të vazhdueshme për t'i treguar si në bija se sa e fortë isha, do t'i shumëra krah. Unë fra vërtet, aq e forcova vërtet. Unë forcova vërtet. Ishte një zonë i vogël, i mbyllur në një kund shumë të lartë. Zonë për politej për të dalë nga atë ku ishte. I bllokuar, i bëri krahët e tij gjak.
vetëm me atë dëshirën për të dalë nga dritarja. U lodh aq shumë dhe ashtu sikur se ishte i copitur aty. Në dysha me, e tha, ti çfarë unë do pres, do pres ngordhjen time, ndekjen time këtu, si zonë që jam, nuk do frymoj më sepse nuk kam si të dal nga kjo situatë. Ashtu me kratë që aposura, këtë papritur syri i shikon ke dritarja nga përpjekje të shumta që kishte bërë, një cep i vogël dritarjes ishte hapur. E shikon me vëmendje dhe aty nis shpresa për të luftuar, pas ka akoma pak dritë. Dhe thot, po unë do provoj edhe një herë. Edhe shkon atje, e cukon me shpejtësi ato, dhe hape dritarja. Ai ashtu sikur se është i qakosur, ja harron komplet dinja. Edhe arrit të fluturoj. Po kthem kokën mbrapa, shikon domethënë ku nuk ishte mbyllur dhe thot, unë pas kam pas fuzimin përpara syve, dritarja ka qenë e hapur, por unë isha shumë i lënduar që ta shikoja. Të ndonjëherë ne jemi aq të lënduar dhe aq të pasigurt te vetja, se nuk e shohim që kemi një mundësi përpara. Sepse sikurse është prova e lëndimit, ashtu është dhe mundësia dhe gjërat e bukura që dalin. Kam qenë gjithmonë e zotë. E më pjekur dhe unë ka patë dritaren time, gjatë gjithë kohës. Kam qenë dhe zoku që ndoshta për momentet caktuara të jetës time kam thënë di të fluturoj. Por që gjithmonë ai zogu ka pasur një zogës të vogël që është prapë me ime, që ka ardhur ke deshit dhe ka thënë, o ma, që do bëjmë sot? O ma, mos harroj që të më ke mua. Dhe kam thënë, unë nuk dua të fluturoj. Zot, më jep 2 këmbë të forta dhe 2 shpatulla të forta për qëndruar me vajzën time, me bekimin tim, me atë cilës unë i kam dhënë gjithçka çfarë kam mundur. Nuk e di se e kam dalë, sepse ende e gjem veten që zihemi ndonjëherë, ngrihem. Lenea ishte trupi, Lenea jo është në mosha tani pak më delikate, por është në një gjë shumë interesante, që ajo është personi më i lehtë, ku unë mundem të shkruaj gjithë kërkesën time. Rasti se duhet të them diçka mamit për shembull, është mami, s'mundem me mamin. Nëse duhet të them diçka dashorit të Arionit, prap largohem. Por Lenea është gjithmonë domethënë kështu, ai e thesi i boksit, ku shkarkoj dhe në fund i them, Lenea ti e di që unë se kisha me zemrën, po ti e di që nuk edhe me vllajin tani me Bjorn edhe me të tilla gjëra. Lenea ka në tendimet e tua. Lenea ka qenë krah në çdo vendim tim. Madje, unë Lenean e falenderoj ashtu nga erti, por sot do ta bëj dhe publikisht. Lenea duhet falenderuar, sepse nëse unë sot kam një familje, është vetëm nga që unë e doja një njeri që erdhi një vend time, sepse Lenea e përqafoi, e priti dhe respektoi. Gjithatë, fëmijët në njerë bëhen xhelos për mua. Dhe imagjino të rritesh vetëm me nënën. Të shumë vetë bota. Unë e di Lenea dhe unë do flas tani në ndjesit e tyre. Kur rritesh vetëm me nënën, është ndryshe, sepse ma morën mamin tani. Unë nuk do kem ma të lloj dashurie, ndaj mamin ndaj meje. Mami ndoshta do bëj një bebe tjetër. Po Lenea, kur lindi Bjorni, Lenea një natë që ndonte në balkon dhe i kishte sy të kuq, lot. Unë isha shumë angazhuar duke u marrë me djalin, edhe më thotë, o ma, po me fëmijëqarë shumë të frikshme, shumë të madhe. Mos harroni një gjë të thënuese, unë jam para Arionit dhe para Bjornit. Të lutem, mos më lër, unë ty të kam ma. E kjo ka qenë Lenea, dhe unë që i them, o Lenea, i them, ti e gjysma ime, ti e forca ime, se nuk kam që mos kam asgjë. Por fëmijët që rriten le të themi pak të fyer, është e vështirë. Paqja e vështirë është për nënën, sepse dhe mua më duhet jem një mundërues për Lenea gjatë gjithë kohës.
Është interesante se gjithçka që bën fëmia gjithmonë gishtin e ka drejt nënës gjithë. Nëse e bën mirë nëna me dyshime këtu, në rastin se bën diçka më të gabuar, prap nëna. Gjithmonë është nëna që t'i gëtohet. Ne nuk kemi ndonjëherë atë tendencë të themi shiko se babai. Unë e admiroj figurën e babait. Madje unë jam të shumë kundër feminizmit në thojza, sepse them dhe mendoj që e kanë zhvlerësuar fare figurën e mashkullit në shoqëri. Ka numër ekuilibri. Dhe unë dua pak të ndalem te kjo, sepse është diçka që realisht më jep qetësim dhe breng. Roli i mashkullit në familje është roli i pakrahasueshëm. Femra nuk mund ta bëjë rolin e mashkullit. Por sot me emër të feminizmit, me emër të drejtave që gruas nuk është jamon askush, sepse gruaja është ajo që një e brisht dhe e fortë, është nën, ka emrin më të madh, që ka nën e ka dhurat në Zotin. Por pak i bezur kemi nga traumat. Se do që t'jetë ai baba, në fund të ditës është pra baba. Dhe nuk mund është dot të edhe është bajt në figurën e dikujt që më herët ke zgjedhur të jetë jetën, në cilë është një jetë në fëmijë. Nuk jam as për këtë. Ndaj, gjithmonë duhet të tregojmë një respekt të veçantë për vllajin, për babain, për gjyshin. Ato vendosin ekuilibrin në këtë botë. E nuk mund të jetë ndryshe. Ti mund të jesh një femër shumë realizuar, por sa bukur të vjen në realizim në rastin se ti ke përkrahjen e bashortit. Nëse ti plotësohesh dy fish, ndaj nuk e di sa vajtoheni me mua, zonjat që janë këtu, për roli i dhe Zoti ka vendosur në raport bashkëpunimi, në raport plotësimi me i tjetrit, dashurie respekti i tjetrit. Në qënë se do mund dashurie e respekti s'u komplikuar. Pra janë raporte që duhet ndodhen, por faktikisht jeta na tregon që nuk ndodhin gjithmonë. E vërtet, jeta ka dhe sprova, por ka dhe mundësira. Jeta të jep dhe mundësira që riparohen gjatë rrugës. E mira është që gjërat të mbajnë pa urrëtie. Ai më shkon shumë kësaj gjëje, qëndroj shumë te kjo gjë. Nuk duhet ata shumë ta shpirtin tonë, në asgjë. Nuk duhet bëjmë kompromis me të keqen. Ne qëndrojmë ashtu në atë karakterin e fortë. Kush ka që nuk mundet një grua t'ja dalë vetë me trisin në fëmijë, duke qenë ashtu e denjë, duke veshur veten me një karakter që është për të admiruar. Mua më pëlqen të mendoj një grua që ka finesë, një grua që përpos shiko, Gjita, shkolla është një gjë. Duhet ndarë disa gjëra, sepse ka që thonë, po shiko, se unë jam e kualifikuar, unë kam këtë shkollën, kam këtë. Mirë, ti mund ta kesh atë. Por kush ndron edukata, sjellja, kush ndron karakteri dhe digniteti. Flas për atë femër që është e qëndisur në detaje, me një karakter të fortë, sa e bukur duket ajo grua, edhe përpara shoqërisë dhe komunitet, po lakmoj dhe një grua tjetër, edhe një mashkull tjetër, sepse është e papyeshme. Dhe vjen ashtu e qëndisur bukur me gjitha këto armë. Më pëlqen. Mendon ka diferencë të dashurosh e re shumë dhe në një moshkull të rritur në tjetër? Ka diçka ndryshe? Nuk do thoja. Në rastin se jemi më moshë, ndoshta nuk më bëjnë shumë nga i zjarri me njëherëshëm, por përdisë provave dhe gjërave të tjera që ti unë me gjatë rrugës, unë mendoj që njeriu ka të drejtën të dashurojë në çdo kohë. Thjesht që ne kemi një talent që nuk kemi parë. Të nduzim vetë. Tani kjo që më ndodhi mua dhe mbaroj. Ndoshta, kur njeriu është më i ri, nuk është i kucimshëm. Ai është një bullallaj i kucimshëm nga fara, është më pak i matur. Por është një gjë me dashurin, që në momentin kur vjen të përfshin aq shumë, dhe pse është thjesht një ndjesi, që ende shkencëtarët punojnë, domethënë jo vjen nga zemra, jo vjen nga mendja, thjesht është një ndjesi që të përfshin do. Ndoshta kur i ri ka ato kucimin e budallajve, thua që do ta bëj, nuk e diskuton fare. Nëse kur je pak më i madh dhe më mosh, ka ato tendencën tjetër që shikoj se duhet të jetë disa gjëra në vit.
sepse meritjen dhe në naturimin ti kërkon të tjera gjëra. Ti kërkon gjëra më të pjekura. Kërkon me kalimin e viteve, ti thjesht është ajo shpreha që nuk më mjaftoi vetëm dashuria, do respektin. Unë e them me bindje që dashuria është respekt. Në momentin që të krijohet ajo lloj ndjenje, të jepet vëmendje e merituar, dhe një gjest të vogël, kur të mbushet një gotë me ujë nga bashorti, kur të trazohet ajo kafja që ndodhet brenda finxhanit dhe të bëf mirë zemrën. Ajo është dashuri. Dashuria është edhe kur vjen te koka krevati dhe thjesht të pus në ballë për të treguar se sa shumë të do dhe thotë, shiko, se unë jam këtu. Ose kur i thuan që kam frikë mos rrëzohem, kam frikë që s'poja dalja, jam ke kjo vurpulla tani, do të them, më e ngarkuar me gjëra dhe kur të lëm të biesh. Shiko ku e kam dorë. Atë janë këto fjalë që kalojnë çdo lloj niveli tjetër të dorëzimit, dhe të japin shpresë për më shumë. Ndaj do thoja që pavarësisht provave gjatë rrugtimit, kur jemi në një marrëdhënie, disa gjëra mbasin, shkëputen. Lidhja nuk mbahet vetëm nga një njeri. Lidhja do dy njerëz që qëndrojë fort. Në rastin se një njeri i fëriqet, apo tregohet i dobët, pritet sepse dhe tjetri të rodhet shumë shpejt. Duhet jenë dy persona që pohen për një lidhje, në të punur të mbarën. Duhet të ketë një lloj pjekurie, një lloj kujdesi për tjetrin, një lloj dashurie sinqert. Ndryshe humbën. Dashuria është diçka që duhet ta punosh çdo ditë, nuk ka perfekcion, ka punë. Në rastin se ti nuk punon, ti mundesh të krijosh marrëdhënie të ndryshme me njerëz, por gjithmonë do të shtosh në rastin se ti nuk tregosh korrekt me gjërat. Nëse nuk e ka atë momentin, dhe për një gjë më të vogël, se ndoshta duket që sharake, për një zëng të vogël, aty duhet ta flasësh për një herë, ato ndonjë. Mos e lër ta kapim gjë që mos më bën mirësi. Unë flasësh pa shkurtimisht. Pse e bërë ashtu dhe çfarë gjende? Dhe disa njerëz vinë në këtë botë për të dhënë shembull të mirë. Secili nga ne në këtë botë ka një mision. Dikush të mbel, dikush përpiqet, dikush tenton, por që aq arrin mirë. Unë them që disa njerëz vinë në këtë botë të pajisur me një shpirt të madh dhe kur përmenden tema të tilla si bamirësia apo ndihmosh tjetrin, i vjen shumë e lehtë, sepse në thelb ai person mendon po s'kam bërë asgjë. Nuk kam bërë asgjë. Bamirësia është pjesë e jetës së atij njeriu. Ai thjesht gjen lokacionin e duhur ku duhet ta bëj këtë. Është gjëja më e bukur. Është gjëja më e bukur të dish që ti kish ndihmë dikujt që vërtet ka nevojë për ndihmë. Është gjëja më e bukur që ti je ti ai njeriu që kur kalon rrugën dhe shikon qoftë një person që lut, qoftë një person që ka një problem shëndetësor apo diçka tjetër, ti je i aftë ta kthesh kokën. Ai është një moment që do vetëm mes atij njeriu që Zotja ka falur këtë butësi në shpirt, këtë dëshirë për të ndihmuar. Duhet të jemi gjithmonë të zgjuar, nuk duhet të flemi shumë nga këto raste. Një person që do ta bëjë një gjë të tillë, të ka qenë në mundë për ta bërë, sepse është i gatuar i tillë, është i lindur i tillë. Dhe lufton me gjithçka që ka, duke u bërë lypës tek të tjerët për t'i dhënë dikujt tjetër. E ti e din shumë mirë këtë koncept. Ndaj, të bërit bamirësi është thjesht një kostum që mua më riu veshur mirë, sepse ashtu jam unë e gatuar. Tek gjërat më të vogla, edhe të ushqesh një mace në rrugë. Nga mirësia që ke, ka bamirësia që bën, nga gjërat e bukura që bën, të gjitha të shpërblehen në forma akoma më të madhe. Vetëm duhet ta bësh, duhet ta lëshosh zemrën tënde, duhet ta lërosh mirësinë që ke brenda. Dhe mundësisht kur e bën, mos ta përmendesh, kaloje. Ti e bëre sepse kështu je e gatuar, sepse Zoti të ka dhënë të diçka tjetër që jo të gjitha kanë. Jo të gjitha kanë. Ti mund të jesh shumë i ndjeshëm, talenti yt është të shfaqësh dashurinë ndaj gjithkujt. Por
Një tjetër që e bukur është t'i ftosh të tjerë në këtë bamirësi. Të zbutur zemrat. Të zbutur zemrat. T'i thuash të tjerëve që se unë po e bëj këtë për këtë arsye. O sa mirë që ndjesh. Ajo ndjesia që fiton apo ai mesazhi që merr është nuk ka të krahasuar. Të bën një njeri më të mirë, je versioni më i mirë i vetes tënde. Edhe është pikërisht kjo mirësia, gjithë që thuan që po s'u bëj këtë të mirë, po unë e di, unë po e bëj me shpirt. Aman ose gjëra të mira do më vinë në vazhdim. Ki një lloj besimi, një lloj force që nuk di ta shpjegoj. Nuk di ta shpjegoj. Është vetëm ti është mirësia do të kthehet. Por vetëm se duhet të jesh koshim për këtë, që gjithkohës të betesh konstant tek kjo, mos të kthesh më ose mos të bësh që ta përmendesh në mënyrë të shëmtuar, e vërtet. Dhe ka shumë lloj, ka forma të ndryshme bamirësisht, sepse nuk është vetëm të japësh. Bamirësia fillon që nga fjala, që nga buzëqeshja. Pikërisht. Më dhe mund të shpesh të bësh kjo, një zënje e vonë. Në rrasë se bëjmë shumë zëra e dhanë mesazhin. Po, pikërisht sot do të pyes ti zëri jot sot për këtë duhet jetë i vonë, ose për çfarë duhet jetë i vonë. Zëri im sot shkon për familjen. Për familjen sepse është forca më e madhe. Për shpresën, për besimin që gjërat munden në një pikë të duken sikur janë sikur i dorëzuar, sikur përrëzohesh, sikur nuk do ngrihesh më, por jo, sepse pas çdo porte të mbyllur, do hapet një tjetër akoma më e madhe. Dashuria lind në familje. Edhe aty duhet të tesim në familje. Familja është bekim. Kur flas për familjen, flas që në momentin e parë që ti lind në një familje, je bija e dikujt. Më vonë bësh nëna e dikujt, bashortja e dikujt. Aty, brenda familjes, një person që bën mirë brenda familjes është i mirë dhe për shoqërinë. Një person që nuk bën mirë për familjen, nuk mundet kur të jetë mirë për shoqërinë. Duhet aty brenda është ajo bërthama që ne duhet të luftojmë aq shumë me kthedra nëse është e mundshme, sepse po rrezikohet shumë, ndrojnë konceptet, po zhvlerësohet respekti, po zhvlerësohen vlerat. Ti mundesh të shpëtosh një bibje shumë të madhe, mundesh t'ja dalësh vetë në 100 mënyra, por në fund të fundit do kam nisur nga historia e jetës time, unë jam ajo që prapa arrita të krijoj një familje, sepse unë besova, unë shpresova. E desha. Ndoshta është ajo, nuk e di ime që e ka dëshiruar gjithmonë. E ka dëshiruar gjithmonë një gjë tjetër. Po, njeriu është shumë strukturuar në strukturën e tij që të ketë një familje. Ata që e prishin e kanë deformuar dhe kanë tjetërsojnë këtë lloj ndjesie ose këtë lloj institucioni që është brenda njeriu. Po, rrethanat edhe qarqet apo politikat apo qëllimet e caktuara duan ta shohin. Prandaj, unë do doja vetëm për të flisja sot, për rëndësinë e familjes, aty ku ti lind, aty ku do rritesh, më tej aty ku ti shkon dhe krijon familjen tënde. Sot botën e shikoj në sytë e Leneas dhe Bjornit. Po shikoj Bjornin sot që është 10 muaj dhe 24 i bën, dhe them Daniela, u bëre nën për herë të dytë, pas 13 vitesh, 13 vite e gjys. Një kohë që unë nuk e prisja diçka të tillë. Prandaj them që Zoti punon në plani i Zotit është një buqet me lule kur ti mendon vetëm një fotografi. Ndaj, kjo është mesazhi im sot. Të duam familjen. Bota më e bukur është në sytë e fëmijëve që tenton të jenë hapat e parë. Vetë pra, më mirë. Faleminderit. Leneas që është pjesë e këtij rrugtimi tonë ka një mesazhin kryesor. Uroj të jetë kuptuar drejt, të jetë kuptuar saktë, ose pra kam dashur të them. Nëse ti ke diçka apo diçka tjetër në mendje, lërisht në kënaqësi. Po desha do të jetë këtë tjetrën, cilat janë ëndrat e tua për në. A do t'i kthesh gazetaris? E di çfarë është? Ja do të tregoj me sinqeritet, jam në një moment tani të jetës time, nuk i kem frikrat. Frika është gjithmonë aty. Frika është pashpërqyrusja jonë. Të themi që gjërat janë në vijim, gjithmonë ne duhet të punojmë me gjërat.
Tani më ka kapur amnesia e frikës e them Daniela, ti je vajzë Tirana, ke emrin tënd atje, tani je vendosur në Vlorë, a do arish të gjesh veten sërish? Më pëlqen shumë nga Zekaria, ndoshta dhe I kthehem, por fakti që tani jam mami në kohë të plot, Enea është adoleshente, Bjorni është fare I vogël, dhe kërkoj një punë ose diçka që të më japi hapësirë dhe kohë që t'i përkushtojmë fëmijëve, sepse kjo për mua është puna më e rëndësishme, është parsorja. Në kushte të tilla them dhe u mbasa për shkëlqimin tim për disa vite. Por në fund të fundit e di që do bëj gjën e duhur, sepse do fitoj lirinë për kujdesin ndaj fëmijëve. Dhe në një kohë kaq të vështirë që rritja e fëmijëve është prioritet, them që doja dilja mirë. Rreth do po kujdesesha për to. Ka momente që lodhem shumë, një pothuajse gjithë kohës e lodhem. Nuk ngove me gjumë, nuk ngove si duhet me ushqimin, sepse jam gjithë kohës e vrap. Por prap. Nuk e di, them që po bëj një punë të mirë, uroj të paktën në shpirt ashtu. Planet janë gjithmonë në lidhur pak me fshatin, më pëlqen domethënë ajri I pastër e gjërat. Kam dëshirë të kem diçka time. Por kur Zoti arriti të më nxjerrte në dritë, duke më sjellur dashurinë e jetës time Arionin, dhe duke më bërë nënpër të dytë, jam e sigurt që bekimet e tjera do vinë. Mjafton që të besoj. Unë bet në njëra ajo e kja të frikën tani çfarë do bëj, të kap ai paniku. Por prapë vjen sërish ajo dëshira e mirë. Në këtë mënyrë se e shpreh frikën, kjo është një frikë e shëndetshme. Po, do e gjesh vetë, sepse ti po pyet për vetes, për të pyetje ku do jesh, ku I ke synime. Po, sepse është aty e vërtet, sepse është dhe brengosesh, pse nuk jen atë që ti dëshiron për momentin, besoj, sepse kjo është e rëndësishme. Nuk brengosem, Pra mos kaloj ky frikë deri në një hap më të po, patjetër, jo, do të jemi shumë të balancuar tek ajo pjesa, por nuk brengosem, thjesht jam tip që I mendoj gjërat. Nuk dua, domethënë që të më humbin shumë gjëra. Gjatë kohës që e bëj këtë lloj pushimi, them Daniel, okay, hajde merru me një libër, hajde shkruaj diçka, hajde bëj diçka që të nxjerrë në një nga gjendja e gjumit, kur bjem dhe shkëputash, sepse gjithmonë të merr malli për gjërat që bën. Dhe kur mësosh në atë jetën e kryeqytetit që je gjithkohë në lëvizje, mësosh të dalësh vetë, je gjatë gjithë kohës në lëvizje, në vjen shumë, ke zhurmë nga teje, ajo qetësia duket sikur ndonjëherë dhe të vënë në gjendje gjumi. Prandaj janë një këshill tjetër, nuk do të jemi në gjendje komforti asnjëherë. Do gjithmonë të zgjojmë shikose, ndete shumë tani komfort. Çfarë do bëj nesër, ku do e gjej veten? Janë gjëra normale, dhe gjithë I mendojnë këto gjëra. Mendojnë të gjithë, I mendojnë. Shpesh kam dëgjoj në bisedat tona që gjatë gjithë kohës ti përmend besimin e Zotit. E përmend Zotin gjithmonë. A mendon se kjo është vërtet fuqia jote më e madhe? Është më e madhja për të gjithë shkaja. Në rastin se do bëja, thuhet nuk më trembitja mes dashurive. Nëse do përmendja një dashuri të parën, për dashuria ndaj Zotit. Dhe asnjë tjetër. Dhe kjo është më e drejtë. Dashuria ndaj Zotit. Dashuria ndaj Zotit. Do doja gjithmonë që vendosja të dytë dashurinë ndaj vetes, por kam dështuar gjithmonë keq te kjo. Edhe pse njerëzit e mi të dashur, tani një do tatuar vetëm më shumë jam gjithmonë, është dhe dashuria për tjerët. Dashuria ndaj Zotit është më e madhja. Dhe është ai besimi aq I madh që unë kam, që më bën të jetoj e lumtur. Sigur dhe në këtë moment të mbyllë të them, të paktën e di që gjithë jeta ime ka qenë e prirur ndaj undhave të mira, ndaj gjërave pozitive, ndaj gjërave të drejta. O Zot, faleminderit që më ke mësuar që të dua kështu si të dua, të kem atë besimin dhe largësinë më të plot. Sepse e di që dhe nëse bie sot me besimin tek Zoti, të ngrihem prapë në këmbët e mia. Daniel ti tregon se vërtet e ke brendësuar se ç'është filozofia e besuarit në Zot, që është vetë jeta. Se si ti e suporton jetën tënde duke pasur Zotin rrëfyesin tënd, udhërtuesin tënd, këshilluesin tënd, person. Dhe kjo është një pasuri shumë e madhe që kur e ka njeriu, sa do të rrëzohet, sa do të trombitet apo të lëkundet, ai di me një kapet tek ajo që është më bukura, më fortë, ajo që s'prek fisku besimin në Zot. Të lumët ata që e kuptuan. Janë shumë në paqe me vetë.
Unë jam një ndër ato që jam në paqe me vete. Një herë më ka ndodhur të pyes dhe ka qenë një flash, një që shumë shpejt. Në një moment ku jam bërë vërtet keq, ka thënë, po pse mua o Zot? Pastaj një moment që thash, wow, kush jam unë ta bëj atë pyetje? Kush jam unë ta bëj atë pyetje? Dhe jam vetuar që ajo pyetje nuk do shkoj kurrë në buzët e mia, sepse ai di më vlerërat. Edhe çfarë ardh nga Zoti, mirë se të vi. Pra, tregon në këtë moment se ne jemi gabimtar, nuk të bëjmë, por ndonjëherë reflektojmë duke kthyer tek ai që fal, ai që mëshiron. E vërtet. Ai që s'braktis, siç e thash pak më parë, që s'braktis kurrë. Nuk e qenë mirënjohëse ndaj krijuesit, patjetër që do kesh një drejtim tjetër. Do kesh një qetësi që nuk e kupton ndonjëherë nga të vjen. Vërtet, unë uroj shumë se gjithë ato që janë këtu dhe po na dëgjojnë, po të realizojë, sepse nuk e di se kam bindjen që të gjitha, më leju ta them këtë, është një gjë edhe ato që thonë jeni ateist. Në një moment të veçantë ose në rastin se i dëgjojnë gjatë bisedave, ose e din Zoti. Domethënë është nuk e dia e natyrshmëria. Domethënë gjithmonë kthehemi tek ai besimi i madh që kemi. Kështu që të lutet ata që e kuptuan. Por mirënjohja duhet jetë në jetën e përditshme, duhet jetë në përditshmëri. Duhet jemi mirënjohës në çdo situatë. Dhe kjo është një tjetër vlerë që duhet jetë. Dhe unë për në sonte, duke të thënë mirënjohje, që ishte mesazh, mirënjohje që je në jetën time, në jetën e shumë njerëzve që janë këtu prezent, dhe që je kaq pozitive, kaq e mirë me vlera dhe të vetesh poshtë, dhe Zoti të dhënë ëndrat të tua të realizon, të bëjë gjitha shëndetin tënd, familjes tënde dhe të fëmijëve tu. Jam realisht shumë mirënjohëse nga ty. Ti shkëlqen në çdo gjë që merr. Unë diva shumë ngrohtë. Tregova shumë linjel, ashtu sikur se jam, unë uroj vërtet që këto takime motivuese të vazhdojnë, të marrin vërtet janë, sikur se është dhe emri i tillë. Dhe falenderoj se jam mund teje, që më kishe këtu. Gjithmonë kthehem me madh për Tiranën dhe pjesë e Tiranës për Tiranën i edhe ti. Faleminderit nga zemra. Unë siguroj që më mungon. Faleminderit gjithë atyre që dhanë nga koha e tyre, sepse sot koha është dhurata më e shenjtë, më e shtrenjtë. Por ndoshta edhe Lenea do të thotë diçka. Lenea, ke dëshirë ta përbëllësh me një mesazh? Ndoshta për moshatarët e tu? Po, do ta marrësh mikrofonin e mamit. Hajde. Për moshatarët e mi, të them, them që kur jenë në këtë moshë dhe është një periudhë shumë e vështirë nga që mundesh të kalosh gjëra me emocionet e tua, po mundesh të kesh disa vështirësira që ndepse disa thonë që jenë në një moshë që nuk e pse të jesh kështu, ja akoma i vogël, nuk duhet i mendosh të gjëra, po unë prap jam me mendimin se dhe kur je i vogël, prap nis një angë që a doja dalë, që do bëj kur të rritem, dhe e di që dhe gjithë bashkëmoshatarët e mi ndjen të njëjtën gjë, edhe dua t'ju them që ju lutem mos u stresoni për këtë gjëra, nga që kjo është një gjë që do kaloj brenda kohës, e vetmja gjë që duhet të shqetësoni, që duhet të shqetësoheni, është që të vazhdoni përpara dhe mos të ktheheni kur mbrapa. Dhe dua t'ju them për juve që e sollët një jetë këtë mesazh kaq të fortë për ne, dhe dua ta nis me ty ma, jam shumë krenare, jam vajza më e lumtur në botë për ty që të kam, dhe ne jemi krenar për ty. Po të thuash diçka moshatarëve në raport me prindrit? Jam krenare që ja ka arritur. Ti të një vajzë ka ishtë mirë sa ty. Kërkoj njës, po, më kam e pak shtu.
t'ja dalësh keq ti. Edhe mendoj që kaq do them se janë duke minduar mjushën në kokë që mos të shajnë më. Dhe për ty, Brigida, faleminderit që e solle në jetë këtë event. Dhe e di se ti çfarë nuk na sjell. Na sjell ndonjë gjë tjetër që të jetë më e bukur se kjo është e dihet që është e bukur nga ato që nuk presim. Të dihet. Dhe për bashkëmoshatarët me nënën e tyre, nga që më bëre këtë pyetje, për isha shumë brenda një teme tjetër. Dhe pse disa herë mundemi t'ja kthejmë llafin me amit që nuk është një gjë në rregull që t'ja bëjmë, po disa herë ka shanse që t'ja bëjmë. Dhe është një gjë normale nga që si për shembull kur je në dallgën e argumentit, të kap ajo dallgë dhe ti pa pritur e kthen fjalën kur nuk do ta kthesh. Dhe është një gjë normale patjetër dhe kur të rriteni do mësoheni që mos ja bëni do ditni shumë mirë, po dua t'ju them që asnjëherë mos e shtyni dashurinë që ju pranon. Kaq do t'ju them, ju vëj shumë, faleminderit. Edhe ke thënë që nuk qaj asnjëherë, a shika, unë qavase. Unë nuk qavase. Dhe mbyllim për sonte, me këtë mesazh të Lileas, dhe faleminderit gjithëve për prezencën, për durimin, dhe shpresojmë që të gjejmë tjera evente, tjera takime, ku të motivohemi me njerëz që na përcjellin vlera dhe që bëhen miq nëpërmjet historive të tyre dhe modeleve. Faleminderit dhe natën e mirë.